Bashkia Lushnjë ka treguar një angazhim të fortë për të mbështetur dhe fuqizuar gratë dhe vajzat në jetën socio-ekonomike, duke implementuar projekte të ndryshme në bashkëpunim me donatorë. Iniciativa si një kafe me gratë dhe gratë artizane në zonat rurale janë disa nga nismat që synojnë të rrisin përfshirjen dhe mbështetjen për to. Përmes kurseve profesionale dhe integrimit në qendra komunitare, bashkia synon të vijojë përpjekjet për të fuqizuar më tej gratë lushnjare. Në këtë kuadër, kryebashkiakja Eriselda Sefa zhvilloi një bashkëbisedim me gratë, drejtuesit dhe punojësit e shërbimit social, si dhe vajzat e rajonit numër 1 në Lushnjë. Një takim ishte i pranishëm dhe kandidati i Partisë Demokratike për deputet në Qarkun Fier, zoti Eduard Sharka. Gjatë fjalës së saj, zonja Sefa theksoi rëndësinë e përfshirjes së të gjithë aktorëve, publik dhe jo publik, në mbështetje të grave kryefamiljare, atyre nga shtresat e marginalizuara dhe grave apo vajzave të dhunuara. Ajo nënvizoi se është detyrë e shoqërisë të jap grave rolin dhe vlerësimin që meritojnë, duke krijuar më shumë mundësi për zhvillimin dhe integrimin e tyre.